Vetëm 26 vjet nga mbarimi i luftës, Kosova ka prodhimet e saj për tregun botror. Made in Kosova. Shiheni, jam në fabrikën e Ciaoberto. Ky është një pjesë e prodhimit që shkon për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të mobiluar një hotel dhe një seri apartamentesh, rreth 800 apartamente, të cilave ju vendosen kuzhinat. I gjithë prodhimi është Kosovo, Made in Kosova, për Kosovë dhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që në drejtimin tjetër janë prodhimet që shkojnë për në Zvicër, Gjermani apo projekte tjera. Këtu pranë është një tjetër projekt që lidhet me Kenyan. Fabrika shumë e madhe është 40.000 metra katror, afërsisht prodhimit, ja prodhimi i plot për Kenya. Prap, Made in Kosova, we produce happiness, është prodhim që shkon për Kenya, mjafton të bësh barkodin dhe kuptosh ndërkohë që prodhimet përballë shkojnë po ashtu për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova me prodhime të vetat për tregun e rëndësishëm ndërkombëtar. Made in Kosova.